Fatmir Berisha, dërsa udhëhec artistik ishte Rahim Gosh. Në vazhdim do ta ndëgjoni këngën Vjen Jehona Dugaxhinit, që këndon Servete Krasniqi, tekstin e ka shkruar Froku dhe përcjell grupi. Të nderuar pranishëm, dashamirët e librit, të artit, kulturës dhe të historisë e qytetit tonë. Sot jemi mbledhur për një ngjarje veçantë, një promovim libri që nuk është thjesht një akt letrar, por një përulje para kujtesës kulturore të Klinës. Libri që po promovojmë i kushtohet shtëpisë së kulturës, një vend që për shumë kohë ka qenë zemra shpirti artistik i Klinës. Aty ku janë gjitur në skenë aktorët e parë, janë kënduar këngët më të bukura, janë dëgjuar poezit më të ndjera, janë shfaqur dramat që në kanë mbledhur bashkë. Aty ku është shkruar një pjesë e rëndësishme e identitetit tonë kulturor.
Përmes librit Gjysmë shekulli i Shtëpisë së Kulturës Jehona e Dugaxhinit në Klin, autorët Ismet Krasniqi dhe Prand Buzhala naftojnë një udhëtim përmes kohës me histori, ngjarje, personazhe dhe emocione që kanë ndërtuar këtë institucion dhe kanë kthyer në simbol të qytetit tonë. Promovimi i këtij libri mbahet në një ditë që ka një simbolik të veçantë. Sot është dita botërore e librit, e kjo ngjarje mbahet në patronatin e kryetarit të komunës së Klinës, zotit Zenoni Lezaj. Në emër të institucioneve komunale, e ftoj për një fjalë rastin në kryetaren e komunës, zonën Marqe Tanushi Selmani. Ndëruar të pranishëm, dashamirë të fjalës së shkruar, dashamirë të artit dhe të kulturës. Komuna e Klinës sot shënon një ditë të veçantë, pasi kemi mundësinë të prezantojmë një vepër të rëndësishme që pasqyron historinë, kulturën e pasur të komunës së Klinës. Nëpërmjet librit Gjysmë shekulli i Shtëpisë së Kulturës Jehona e Dugaxhinit në Klin, nga profesori Ismet Krasniqi dhe Prand Buzhala. Ky libër është një pasuri e çmuar që na sjell një pamje të thellë të zhvillimit dhe të kontributit të Shtëpisë së Kulturës në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike të këtij rajoni për më shumë se gjysmë shekulli. Në emër të kryetarit të komunës së Klinës, drejtorisë për kulturë, rini dhe sport dhe në emër tim personal, falenderoj autorët për punën e jashtëzakonshme dhe dedikimin që kanë treguar në hartimin e këtij libri. Ai është një testament i padiskutueshëm i pasurisë kulturore dhe historike që ka lënë Shtëpia e Kulturës për brezat e kaluar dhe për ata që do vinë. Ky libër është gjithashtu një frymëzim për të gjithë ne që të vazhdojmë të mbrojmë dhe të zhvillojmë kulturën tonë, duke pasuruar me tej aktivitetet me evente dhe ngjarje që pasuron vlerat më të mira të shoqërisë sonë në përgjithësi në qytetin tonë të Klinës. Shpreh mirënjohje të thellë për autorët, qytetarët, për gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e kësaj vepre. Ky libër do të shërbejë si një kujtim i rëndësishëm për brezat që vinë dhe do të vazhdojë të jetë burim frymëzimi dhe njohurie për të gjithë ne. Faleminderit dhe suksese autorëve dhe të gjithë që e mbështesit këtë iniciativë të rëndësishme kulturore. Faleminderit. Faleminderit nën kryetare, para se të vazhdojmë, unë dua t'i falenderoj edhe t'i përshëndes Bacën Lilja dhe Mulla Xhevat Kryezin që janë sot me ne. Sot nuk po promovojmë vetëm një libër, por po nderojmë një institucion, një histori dhe një brez të tërë krijuesish që kanë lënë gjurmë në jetën kulturore të qytetit të Klinës. E tillë është edhe zonja Zarife Gashi, antarja më e vjetër e teatrit të qytetit Osman Gashi, e cila ka dhënë një kontribut të madh që edhe gratë në atë kohë të mund të realizonin ëndrat e tyre dhe të ngjiteshin në skenë. Zonja Gashi, faleminderit shumë për kontributin dhe gjithçka që keni bërë për teatrin, për kulturën edhe për artin komunën e Klinës. Falenderues të gjithëve. Në faqet e këtij libri gjejmë ngjarje që kanë lënë gjurmë, fotografi që mbajnë frymën e kohës dhe personazhe që nuk duhen haruar asnjëherë. Ky libër jep zë historisë së qytetit tonë. Ftojmë tani recenzentin e librit, shkrimtarin Mikel Gojani. Mirëdita, ju përshëndes të gjithë. Vërtet, sot është një ditë e veçantë për Klinën dhe Mëngjerën, që përshënon një ngjarje tepër historike. Kemi 50 vjetorin e themelimit të këtij tempulli të kulturës, këtij tempulli që për 50 vjet e ka mbajtur gjallë shpirtin kulturor shqiptar. Sot vërtet në brezi i atyre viteve kur është themelu, ky
ky institucion kemi emocione shumë të ligjshme dhe tepër të natyrshme. I shoh këtu veprimtarët atyre viteve që me tërë qenin kanë punuar për ta masivizuar dhe zhvilluar kulturën të Klinës. Unë e kom përgatit kështu një kujtesë të librit që e kam titulluar Zëri që jehon në një gjysmë shekulli e nuk ndalet. Ismet Krasniqi e Prand Bozhala. Gjysmë shekulli shtëpisë së kulturës Jehona Dugaxhinit në shtëpia botuese Elena Grafik, Prishtinë, 2024. Monografia e autorëve Ismet Krasniqi e Prand Bozhala për gjysmë shekull e shtëpisë së kulturës Jehona Dugaxhinit përfshin historikun e veprimtarive kulturore, koncerteve, shfaqjeve teatrale, gazetës lokale, letërsisë, arteve figurative, festivaleve tjerë për një gjysmë shekull. Shtëpia e kulturës Jehona Dugaxhinit është një nga institucionet më të rëndësishme në Klinë, e cila ka shërbyer si qendër kulturës dhe artit për më shumë se gjysmë shekulli. Ajo ka mbajtur mbi supën një parë të rëndësishme me ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, si edhe në zhvillimin e aktiviteteve artistike dhe kulturore që kanë kontribuar në edukimin dhe formimin e brezëve të ri. Në këtë monografi autorët kanë shqyrtuar historikun e këtij institucioni, veprimtaritë e tij, ndikimin shoqëror, kulturor e nacional, si dhe rolin që ka luajtur në zhvillimin e jetës kulturore të komunës së Klinës dhe më gjerë. Shtëpia e kulturës Jehona Dugaxhinit është themeluar në vitin 1969 si një institucion, si iniciativë për të topuar dhe zhvilluar traditat kulturore të këtij mesi me fokus të veçantë në trashëgiminë historike dhe kulturore të popullsisë së këtij mjedisi. Kjo shtëpi kulture ka pas një rol të rëndësishëm për mbështetje të zhvillimit dhe të artit dhe të kulturës, si dhe në organizimin e aktiviteteve të shumta, duke përfaqësuar kulturën klinase në mënyrën më dinjitoze në Kosovë, Shqipëri dhe Evropë. Autorët pohojnë si fillimet e saj, aktivitetet e kësaj shtëpie kulture u proceduan kryesisht në aktivitetet e natyrës entuziaste, po shpejt u zgjeruan në fushat e tjera të artit, duke përfshirë muzikën, teatrin dhe letërsinë. Kjo qendër kulture ka pasur ndikim të thellë në ruajtjen e traditave dhe të artit popullor, duke i bërë ato të pranishme për brezët të ndryshëm. Janë organizuar një serë koncerte dhe ngjarje muzikore që kanë promovuar jo vetëm artistët lokalë, por edhe emra të njohur jashtë Klinës. Kanë përfshirë një gamë të gjerë të zhanre muzikore, duke filluar nga muzika folklorike e deri tek ajo moderne dhe muzikës tradicionale. Ngjarjet e rëndësishme kanë qenë festivalet teatrale dhe subtete fshatare, se festivalet teatrale dhe subtete fshatare kanë qenë ngjarje të rëndësishme që kanë pasqyruar jo vetëm zhvillimin e artit dhe teatrit, por edhe thellësinë e lidhjes mes qytetit dhe fshatit, mes jetës urbane dhe asaj rurale. Pas luftës së Kosovës, teatri ka qenë një nga format e artit që ka kontribuar fuqishëm në ringjalljen e shpirtit të popullit të kësaj zone dhe pasqyrojnë vujtit e shpirtit e rezistencës dhe dëshirës për liri. Në këtë periudhë, festivalet
si festivali tradicional i këndon lirisë, kushtuar herojt e kombit, Muj Krasniqi, komandant Kapuqi, që është një festival që është organizuar bashkë me komunën e Klinës. Pastaj, ditët e teatrit në shenjtë e emrit Osman Rëshidgashi e tjerë. Autorët përqendrohen te koncertet të muzikës që ishin performancat e orkestra dhe muzikantëve të njohur që kanë sjellur në qytet emra të rëndësishëm të muzikës së shqiptare, një nga doajenët të muzikës së shqiptare që nga themelimi i kësaj e kemi edhe profesorin e nderuar profesor Zeken. Teatri ka pasur që të ashtu një rol të rëndësishëm në aktivitetet e shtëpisë së kulturës që Jona Dugazini. Shfaqje teatrale që janë patur kanë shërbyer për të zhvilluar aftësitë e aktorëve lokal dhe për të sjellë në vëmendje problematika sociale dhe kulturore. Gjatë viteve, Qendra Kulturore ka organizuar për audiencën e gjerë që kanë përfshirë drama klasike, komedi dhe drama moderne, gjithashtu ka pasur dhe shfaqje për fëmijë. Një prej elementeve më të rëndësishme të shtëpisë së kulturës ka qenë gazeta lokale Jehona Dugazini, e cila ka shërbyer si një medium për të informuar dhe për të nxitur aktivitetet kulturore dhe sociale të komunës. Historia e trashëgimisë është një rrëfim i vazhdueshëm i formuar nga ndikimet e shumta që ka pësuar të shekuj. Në rastin e qendrës kulturore Jehona Dugazini, trashëgimia ka boruar nga një këshiltim i elementeve të kulturës popullore, arkitekturës tradicionale, artit, muzikës dhe folklorit të rajonit. Një nga hapat e parë në rujtjen e trashëgimisë është hapja e ekspozita dhe krijimi i muzeeve të dedikuara për kulturën tradicionale të rajonit. Shtëpia e kulturës është simbol i qytetit, shpirt i kulturës që e lidh me të kaluarën. Historia e kulturës të Klinës është një histori e ballafaqur me sfida, ndryshime dhe ringjallje. Shtëpia e kulturës ka pasur një rol të veçantë për këtë rrugtim, duke luajtur një rol të rëndësishëm në rrugën e zhvillimit dhe ringjalljen e trashëgimisë kulturore, ndërsa ka pasur përmes periudhave të ndryshme të ndryshimit të shpejtë shoqëror dhe politik. Në këtë monografi shëtohen disa prej kthesave më të rëndësishme historike që kanë ndikuar në zhvillimin e kulturës në Kosovë, duke përfshirë periudhën e komunizmit, ndalimin e aktiviteteve kulturore gjatë viteve 90 nga regjimi serb dhe ringjalljen e kulturës në Kosovën e pavarur. Është tetë e rëndësishme kjo monografi, jo vetëm për Klinën, por për mbar kulturën e këtij populli, sepse zëri i Jehonës së Dugazinit ka jeruar anë mban Kosovës dhe në Shqipëri dhe Europë. Prandaj, troja etnike e sidomos edhe në botën e jashtme në diasporë është një zë që vazhdon e jehon në secilin kohë. Këtij zëri japin jehon analizat dhe lenda pasur dokumentare e këtij libri. Autorëve Krasniqi dhe Bozhala ju uroj shëndet, suksese dhe mbarësi në prioritetet e tjera. Faleminderit zoti Bojani. Teatri është dashuria e tij e parë. Është ngjitur në skenën e tij qindra herë gjatë jetës. Por nuk do të mungoja sot, do të ftojmë në duart rrugitjet tuaja aktorin Ismet Krasniqi Lari. Përshëndetje për
Hatri mi vogli gjysh. Jetë. Nuk po flasët me vetë, po meditoj. Eko. Amo moje men mirë, gjithmonë pas shiut e breshret rëzër gjili. Pas luftës vjen liria. Dhe pasha toke qiell, gjithë ata që kanë rrë për lirinë e Kosovës, janë ma të gjallë se ne gjallë, dhe të jetojnë sot ka shqiptar me këtë tokë. Të nderuar të pranishëm, autorët e këtij botimi të rëndësishëm janë dy figura të njohura të jetës kulturore dhe intelektuale të Klinës. Ismet Krasniqi, një emër i njohur në skenën artistike si aktor, kontribues i hershëm dhe i palodhur në zhvillimin e teatrit dhe artit skenik në Klinë. Për shumë vite ka qenë pjesë aktive e trupes artistike të Shtëpisë së Kulturës Jona e Dugaxhinit, duke sjellë rolet pa harrueshme që kanë lënë gjurmë në kujtesën tonë kolektive. Përmes këtij libri, ai sjell një dëshmi të gjallë, të ndjerë të sinqert për jetën artistike që ka jetuar vetë. Pret Buzhala është një shkrimtar, studiues dhe publicist me një krimtari të gjerë dhe të qëndrueshme. Me penën e tij të mpret e stilin e tij të veçantë, ai ka dhënë kontribut të çmuar në letërsinë shqipe dhe në fushën e publicistikës. Në këtë libër, ai sjell një këndvështrim të thellë analitik dhe dokumentues për rolin e kulturës në jetën shoqërore në Klinë gjatë dekadave. Së bashku, ata kanë realizuar një vepër që i flet brezave, për të ruajtur kujtesën kulturore e për të frymëzuar të ardhmen. Fjalën ja kaloi Pret Buzhales, shkrimtarit e kritikut letrar e gjithashtu edhe bashkautori i librit. Ju përshëndes gjithëve, pa dallim, edhe stafin komunal, kësa rrallët që sigurisht që kanë punë, janë dhëmë shumë punë dhe kanë parasysh që do të kenë punë më të rëndësishme. Dhe në veçanti i përshëndes gjithë ata fepimtarë të dikushëm kulturës, Zarifën, Ganion, veterantë këtu që i kemi nga Klina, gjithë tjertë, sidomos një grup të malishevëse që ka orë mesin tonë, veprimtarë në njërë të kulturës, të nderojnë këtë të bimë. Krijues që kanë orë nga Gjakova, nga Raveqi, nga Skanderaj, nga Drenashi, nga Prishtina, nga Gjakova e nga viset tjera. Ju falenderoj shumë. Sot është një ditë e veçantë, e tha dhe shqipja në fillim, që quhet dita e librit, dita ndërkombëtare e librit. Dhe kjo ka bërë dikon për vitin 1995, në shenjë të nderimit të dy figurave madhore letërsisë botërore, të Shakespeare-it dhe të Cervantesit, me librat e cilëve janë rritë gjeneratat me lektyrën e tyre shkollore, që kanë vdekë në këtë ditë në prill të vitit 1665. Dhe është shndërruar në një festë botërore të librit, për hir të nxitjes së leximit në këtë kohë kur ka shumë sfida përballë librit. Nga ne shpesh si të mahiko, theme me shpetin e kështu, po në thonë, me qka po merë tash? Po merë me libra, kështu po i tjere vetës mu. Njëri tha, me libra, mirë është po keni kohë, mjatë për me hum kohën, ali me libra. Mirë po, le ta theme, pak ma ndryshë. Përgjigja ishte kjo, po kemi punë ma të meshme, më morë një shka tjetër, përveçse me libra. Atërës, përgjigja vetë se puna me meshme është me libra, merësh. Dhe nuk e kemi pas të rëmen as dja sot as nesër të e që pëdojnë me librit. Dhe këtu sa vim me këtë titull që është signifikues, e zjedhër bashkë me Ismetin, gjithë në shekull ishte Shtëpisë së Kulturës Jona Dugaxhinit në Klinë.
është një kujtesë e kulturës dhe historisë kulturore të Klinës. Qytetit Klinës, sa shtëpi e kulturës tu, dhe përgjithsisht të zhvillimit kulturor të tej. Dhe kur themi gjysmë shekulli, nuk janë pak. Ka kaluar gjysmë shekulli, por kështu është për shkak se është punuar pak më herët libri. Dikur Klina identifikohet. Një qytet i ka shenjat e identitetit vetë. Identifikohet me vatën e kulturës jona Dogaxhinit. Identifikohet me kujtesën urbanistike të vetë. E keqja është që nuk e kemi kuptuar mirë këtë dimension kujtesës urbane, që është kujtesa e një qyteti dhe historia e një qyteti. Është shkatror objekti i dikushëm, sigurisht që kjo objekt është më i mirë. Mirë po kujtesa urbane e një qyteti kur nuk preket. Dhe këtu sigurisht që njerëz të kulturës e kanë ngritur atë zërin e vet dhe revoltën e vet, se njerëz të kulturës gjithmonë kanë qenë një lloj opozite se thoshe politikë dhe pushtetën pa marrë parasysh çfarë sistemi ka qenë. Dhe nuk ishte rasti që dikur sistemi në Jugosllav ndiqeshin njerëz të kulturës dhe survejoheshin, përcilleshin për organet sigurimit, ashtu si e kanë kujtesë edhe njerëzit që të atyre gjeneratave. Dhe nuk është dashur sigurisht atë kujtesë urbane prishet qoftë me një objekt një shkolle fillore që ka gati një shekull, apo edhe me qoftë me një hotel që ka pas emrin e bukur Mirusha. Mirë po, pse po thamë ta? Ky libër na sfidon këtë aspekt. Valli Smeti ishte propozimi i tij ta vërë ndërtesën e dikushme të shtëpisë kulturës. Si ta fotografoj tash këtë ndërtesë? Këtu. Dhe to është ajo kujtesa dhe historia. Sfidon sot në thot, a është ajo ndërgjegje e historike e identitetit tuaj? Apo vetëm e kemi atë kujtesën se sikur gjithçka fillon me ne, prej zerës. Këto ishtë kulturë dhe historie në kulturën ato nuk fillon prej zerës. Kemi bukur lloj klashta, edhe të kulturës dhe të historisë. Dhe prandaj nuk e kam vetëm historinë e luftave ose betejave etj, pa ka edhe një histori kulture. E ka edhe një histori arsimi, e ka edhe një histori të shëndetësisë apo të sportit etj, që tashmë janë shkruar disa libra për to, për ta paraqitur në plot vetveten si kopi civilizuar para tjerëve. Nuk kemi vetëm kopi kaçakëve apo i luftarëve apo i njerëzve që domethënë vrapojnë pas një arme, po edhe i dijes edhe i kulturës e tjerë. E thot Camus atje duke një shkrimtar i shuar francez, thot shpirtin i kombi është kultura shpirtin i kombi. Fryma dhe shpirtin i kombi i marë afër njerëz i lirë. Edhe pa shpirtin i kulturë, thot është një kom pa rënë të vetët. Ne nuk guxojmë të prejmë ato rënë, qoftë duke zhdukur këtë formë. Megjithatë ruhet, kujtesë në fond librit. Dhe në këtë dimension, deshta të them pra se edhe në këtë libër i ka protagonistën e vetë të kulturës për një gjysmë shekull. I ka ngjarjet e veta, i ka festivalet e veta, edhe librat e veta, edhe autorët, edhe muzikantët e vetë, edhe kompozitorët, edhe aktorët e vetë, edhe shkrimtarët e vetë. Ishte ëndër dikur, ëndër e njerëzve që të nxiteshin skenë, në rastet e skenës, dilin para një publiku të manifestonin vlerët. Dhe nuk kanë mundur gjithë dalin skenë, sepse ka pas kriteret të repta në vlerëve. Sigurisht, kur për ballafaqë këto fakti, po them që është sfidë, kjo kohë tash ta ballafaqë me një realitet tjetër. A thu, a është gjithçka është shembur apo është ndërtuar një sistem tjetër vlerash? E vërtetë është se tash në këtë kohë e epokës digjitale
ka ndryshuar shumë çka. Leximi nuk është më ai pasioni dikush për ta lexuar një libër. A mund bëjmë diçka më shumë këtu se nuk e kemi ta shumë njerëz të pushtetit lokal, kemi mund të bëjmë. Në çdo 20 metra këtu në parkinë e kemi nga një kafene të ndërtuar. Ishte një apel i njerëzve të kulturës të pagu një salë leximi të ndërtuar. Janë një 200 kafeneve, që to 300, nuk di sa. Mirë po, nuk është para arsyeshme sepse duhet të hapen vazhdimisht kafene dhe aty ta hupin kohën të rritë. Nga që të ishte një salë leximi ku studentët edhe të rritë dhe tjerë do të shkojnë aty ta lexojnë. Dhe jo ta hupin kohën vetëm kafene. Tjetra, prandaj është sfida që vjen në këtë rast. Se nuk është thjesht vetëm një kujtesë. Se historia një kombi është historia e kujtesës, e dëshmive. Edhe jemi populli dëshmiste. Nga ne shpesh e shtrojnë pyetjen kështu. To është dhënë dëshmi e një gjysmë shekull. Po a thua para e gjysmë shekull kemi histori, po jena 2000 vjet tjera. Le ta kujtojmë këtu në Kosovë, vjen fjala se ne është 10 një kulturë. Po i përmend në Kosovë viteve 70 për shembull, shkrimtar më si Ali Podrimi apo artist filmi si Bekim Femiu, apo muzikante famshme si Nezmia Pagarusha, apo dhe të fushave tjera të artit e pikturës e tjera, e teatrit, që janë shenjë, jo vetëm nacionale, po dhe botnore, i kishim dikur, në kohën e Shakespeare që i përmenda në fillim, edhe dy njerëz, edhe një njerit madh, Pjetër Bogdani. Më vonë një pasues i tij edhe ishte edhe Gjeçuri, që ka punuar këtu në klinikë. Dhe ajo është historia ju. Mirë po janë shekuj e shumta. Prandaj është borx që të paktën ndaj vetvetes edhe ndaj atyre gjurmëve që kemi kaluar deri tash ta kemi dëshminë për vetveten. Ta kemi në gjitha fushat. Dhe këtë dëshmi do ta bëjnë njerëz që dinë shkruajnë. Shkruajnë pak për debelizmit, njerëz që dinë shkruajnë, dinë shkruajnë lexim, kanë kryer mjaft fakultete. Mirë po, fati është që në kulturë tonë, këtë qendër kulturë, tash ka gjenerata të reja. Vinë gjenerata të reja, vinë aktorë të ri, vinë ata që e kanë pasion kulturë, dhe sigurisht që kanë rezultatet e veta këto. Shumë festë në liri në Kosovën e lirë, jo edhe me festivale, edhe me botimet pa numër të librit, edhe me provojime librash, në kohën që është me këtë paradokse kur botohen kaq shumë libra dhe ka kaq pak lexim. Sigurisht që epoka moderne tash, me anë të digitalizimit, me anë të mjetëve digitale, teknologjisë informative e tjera, e ruan këtë kujtesë kur e gjizon ose këtu që janë kamerat ose fotoaparatat. Dikur të na mungonin. Nuk është rrugë e kujtesë, është vetëm më shkrim çfarë ka qenë, një disë aparati thjesht çfarë ka qenë. Ose edhe një artikull gazeti ku çfarë ka qenë. Ato e përshtindur këtë libër, janë ato të shkruar. Mirë po, le shfrytëzohet kjo parmarë, le shfrytëzohet si zhjemi një ndërgjegje për vetveten, për djeshmen dhe për sotmen, për shkak që kultura është ajo që jo vetëm e mban shpirtin e një kopi, por pa kulturë nuk mund të ketë zhvillim ndërgjegjes as nacionale, as le ta them edhe globale në këtë aspekt, sepse duhet të kemi një shtat që ecën përpara. Gjithnjë duke u dëshiruar është edhe një herë që të kalojë mirë, ju falenderoj për këtë. Personi që do të aftoj në vazhdim ka qenë udhëheci i parë artistik i shoqërisë kulturore artistike Jona e Dugaxhinit në Klinë. Ai ka kontribuar në formësimin dhe zhvillimin e artit dhe kulturës me punën e tij të palodhur, ka lënë gjurmë të thella në historinë e këtij institucioni të rëndësishëm. E ftoj për një fjalë përshëndetse zotin Vesel Zeka. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, dashamirë të artit e të kulturës. Spari më lejoni që këtyre dy shkrimtarë
që tani më kanë kalu kufit e Klinës, po edhe të Kosovës, Frank Buxhales edhe Ismet Krasniqit, që urojnë për promovimin, për botimin e monografisë, për mua shumë e rëndësishme, dhe t'i përgëzoj për këtë monografi, t'i përgëzoj për vizionin e tyre, që një periudhë 50 vjeçare, gjysmë shekullore, nga kujtesa e popullit, ta bartin dhe ta arkivojnë në libër, me qka e kanë bën të pavdekshme këtë periudhë të zhvillimit të artit edhe të kulturës në komunën e Jugut. Nuk kam pas mundësi ta lexoj monografinë dhe nuk du të hyj atje sepse para te kanë folë shkrimtarët dhe ju sigurisht që do t'i lexoni dhe të njiheni me atë periudhë të zhvillimit të kulturës, por me që jam një nga dëshmitarët, okular dëshmitarët pjesëmarrës që në fillim, që në vitin 69, tetori viti 69, dhe për 4 vite me radhë, isha në shtëpinë e kulturës Jehona Dugaçinit, sepse në atë kohë për punaja si mësimdhënës gjimnazit Luiz Gurakuqi, dhe për fatin e mirë aty pata nderin të thamë, privilegjin, të takoj njeriu e madh që pati Klina, të artit e të kulturës, profesorin, piktorin, dramaturgun, poetin, për çka të thëmë gjithë çka ishte Osman Rëshid Gashi. Osmani punonte edhe si drejtor i kulturës, po edhe si profesor i arteve panore, pra pikturës. Dhe ne në gjimnaz u takuam, një gjimnaz u miqsu, dhe për 4 vite së bashku udhëtuam në zhvillimin e kulturës së Klinës. Mund të them se ishte periudha ma frydhënëse e zhvillimit të kulturës në vitet e 70, krahasu me periudhën e mëparshme, sepse u arrit që Klina të bëhet vatër e organizimit të festivaleve në nivel atëherë krajinor, po tash nivel republikan të nivel shtetëror. Ka shumë kujtime, sepse kanë kaluar shumë vite, por unë do të ndaj 2 kujtime të mia që kanë bërë gjithmonë dhe do të mbesin derisa unë të vdes. Derisa përgatitej drama, pjesa teatrale për Kafshatën e Bukës, regjisoris cilës ishte Osmani. Në atë kohë, unë mbaj mend, dhe se këmë haru kohë, se të haroj kohë. Osman Gave nuk e kam gjetë dikun për këto 50 vite që unë jetoj me kulturën dhe angazhohem në kulturën, nuk e kam gjetë askun një shembull të tillë. Ora gati 12 e natës, Osman Gashi, e nderuara Zarife Gashi, që është këtu, dhe Hamid Krasniqi, edhe unë, në shtëpinë e kulturës, përgatitej drama për Kafshatën e Bukës. Unë kisha një detyrë tjetër, nga aspekti muzikor, që të bëja muzikën e tyre, dhe më duhet ta përcjellsha atë aktivitet. Dhe djali i Osmanit, Bekimi, flinte në karikat e para të kulturës, ndërsa këta 2 bashkëshort ushtrojshin, zhvillojshin aktivitetin e tyre kulturore. Kjo ishte një. E dyta ishte, derisa unë drejtoja ansamblin muzikor të Jehonës së Dugaçinit, ishte ansambli i parë që u formu dhe që e drejtoha për 4 vite. Duhet thëmë diçka, nuk kam pa shembull tjetër që antarët e orkestrit të më vinë prej Lubishtës së Malishevës, prej Kievës,
prej Drenasit, Shaqir Hasi, prej Ujmirit, prej shkollës Jashanicës, prej Zllokurshanit dhe prej gjimnazit, antarë të orkestrit që udhëtonin për të marrë pjesë në provat e orkestrit, për të përgatitur një koncert i cili në ora 16 e ndej e mbush tek linën me spektatorë, derisa ata hynin brenda dhe i dhoshin klinës atë bukurinë që qyteti e merrte me prezencën e qytetarëve e dashamirëve të atit. Pra, ishte një shembull i rrallë. Ata njerëz nuk kanë marrë kurrë shpërblimi. Ata e kanë zhvilluar aktivitetin e tyre bazuar në vetdijen e tyre të lartë, sepse ishin drejtora shkollash, ishin profesora, ishin muzicien, ishin struktura tjera, kishte jurist, kishte gjithçka, por që ishte një bërthamë e cila e fuqishme, e cila e boni periudhën e ndritur të zhvillimit të kulturës në Klinë. Unë tash ndjej një kënaqësi të posaçme për një arsye tjetër. Këta njerëz që po shihni këtu, përfaqësues të artit, dikur ishin nxënësit e mi në gjimnazin e Klinës. Sidomos Prem, Shaqir Foliçi, Mikeli, Ismeti, Gjoni e shumë të tjerë që s'vuj tash me u përmend emrat e gjithë. Tani këta u bën frymëzim për mos pak, besoj për të gjitha ata mësimdhat që ju kanë dhënë mësim këtyre. Kur tani këta janë bërë elitë e zhvillimit të kulturës së Klinës, elitë e zhvillimit të kulturës edhe të Kosovës, kanë kalu kufit e Klinës. Këta tani janë artistë të mbarë kombitorë. Kjo është ajo që mund personisht me frymëzon, më kënaq dhe unë nga zemra ju dëshiroj sukseset më ateshme, ju dëshiroj sukseset e drejtanishme, por gjithni që të mos ndalen. Ju falenderoj për ftesën që keni bërë për të marrë pjesë në këtë manifestim kulturor. Ju dëshiroj Klinës zhvillim në të gjitha fushat e jetës suaj, që të keni një jetë sa më të emancipuar, sa më të zhvilluar, një jetë sa më të lumtur. Ju falenderoj. Zoti Zeka, faleminderit shumë për kujtimet e bukura dhe emocionet që i keni sjellë për të pranishmit. Zoti Vesel Zeka, i Prand Buzhala dhe Ismet Krasniqi sot janë pritur në kabinet nga kryetari i komunës, zoti Zenon Eleza, me që rast janë nderuar edhe me mirënjohje, ai në pamundësi për të qenë tani këtu, e ka zhvilluar një takim me ta pakës më herët për t'i nderuar dhe për t'i falenderuar për gjithë kontributin që e kanë dhënë për Klinën, për artin e për kulturën e përgjithësi. Në takime të tilla asnjëherë nuk mungojnë miqt. Sot kemi mysafir nga Beja, Prishtina, Malisheva, pastaj nga Gjakova, Kamenica, Skenderaj, Ferizaj, Drenasi. Faleminderit shumë që keni gjetur mund jeni sot këtu me ne. Nuk mund ta kalojmë këtë promovim libri pa i dëgjuar edhe disa poezi. Do ta ftoj fillimisht zotin Shaqir Foliçi, një gazetar shumë vjeçar, por edhe një kryues i madh. Zoti Foliçi, ju lutem, mund të vini. Jam mëse i nderuar, madje edhe i godsoluar që gjetëm këtu në mesin tuaj, miq të dashur, të respektuar, të nderuara zonja në kryetare, Tanushi Selbanej, miq të mi, jam po ashtu shumë i lumtur që po i shoh profesor të mi, profesor Dritushi, profesor Gani Molinën, profesor Vesel Zekaj, mikun tim klasës, Prand Buzhala, Mikeli, Ismetin ma, tashma kam një pyetje për ta ku bëhet gjenë gjithë këtë energji, këtë fuqi, i nderuar Mulla Gjevat, thotë i gjithë miqtë e mi, gjithë ju që jeni prezent. Unë
po shpalos për herë të parë këtu. Në vitin 1978 kisha pranuar gazetar në televizionin e Prishtinës dhe siç ndodh zakonisht, gazetarët fillestar kanë dëshirë që shtelimin e parë ta bëjnë nga vendimja vetë e nderuara zonja Zarife. Po ashtu, respekt. Por të ronë sy pashkom bazën vetë se ja pas ka fillu shansa këtë rast me punu në televizion. Dhe kjo ishte një dukurit me ka ndodhur me gjithë gazetarët fillestar të televizionit Prishtinës dhe duket ka qenë premiera shfaqjes Toka Jone Koljakovës, Shtashaljanët apo ndonjë shfaqje tjetër dhe unë edhe sot eroj atë material diku në arkivat e televizionit Prishtinës, biseda ime me të madhin Osman Rëgashi, si që njëri, e kom pasur profesor të artit, ndjen. Por po them se Klina në proporcion me numrin e banorëve të Kosovës mban primatin për shkrimtar, piktor dhe gazetar. Sipas një volumtimi tim, Klina ka dhënë më shumë ti shkrimtar, piktor, akademik dhe gazetar. Gjithë duke patur parasysh numrin e qytetarëve. Cegu mi të imprend se kultura orë gjithçka, madje edhe politika, nuk ka as politikë pa kulturë. Kultura është kurrizi një kombi dhe po ja more kulturën, ai komb do të betet pa identitet. U përmend do Cervantesi, Miguel de Cervantes, ju e dini që ka qenë edhe rob nga piratat në Lëqin. Aja ka një shprehje se nuk ka libër në të cilin nuk gjen diçka të rëndësishme. Ky libër, këtu që kemi, është një thesar i çmuar dhe unë kalimthi e kam shtetuar dhe kam gjetur një shënim timin gjimnaziste të Klinës në Skep. Pastaj jam i nderuar që vllai im Tahiri, i cili ka dashur shumë Klinën, është mjaft prezent aty, që mos e zgjas unë kam një vjesh kështu që e kom shkru po thuj se sot në tren, duke ardhur pas 20 vitësh kam ardhur me tren, po ashtu ishte një emocion i veçantë, fush Kosovë Klinë, i kom parë ljetët natyrë shumë bukur të Kosovës sot të dashur, dhe kështu kanë rrjedhë disa vargje, besoj që janë ma shumë, do me thonë se sa për një vje artistike. Në ty Klinë gjej lodhjen, qetësinë, bukurinë, femirinë, rinin dhe pleqërinë. Në Klinë edhe lulja njomë, edhe lulja tharë, njësoj ka në aromë. Të vi në Klinë nuk në gopën kotë, në Klinë dili haron të prendoj dot. Ju falenderoj. Falenderit zoti Fonici, ftoj tani zotin Gjorgji Ergjaj, më pas zoti Idris Berisha dhe Agim Desko. Nënë dashur, kushtuar nënës Terezë. Nënë dashur, sa të dua, se ti e dashur je gjithmonë për mua, moje mira, moje bardha, moje blerta, moje bukura, moje ëmbla, moje urta. Ti që shpresa e kësaj jete, ti na deshe ku na gjete, moje mira, moje bardha, moje blerta, moje bukura, moje ëmbla, moje urta. Na shtrin dorën e urtisë dhe na ktheve në rrugën e dashurisë, moje mira, moje bardha, moje blerta, moje bukura, moje ëmbla, moje urta. Nëna jon, oj nëna jon, urta dashurie që përgjithmonë, moje mira, moje bardha, moje blerta, moje bukura, moje ëmbla, moje urta. Faleminderit.
librit, miqt e Klinës, miqt dhe dashamirët e Jehunës së Dugagjinit që jeni mbledhur sot nga shumë vise të Kosovës për të na nderu dhe për të na u bashku në promovimin e një libri të veçantë, i cili Klinës sot jep si dhurat nga dy kryues tashmë që u tha dhe janë të mirënjohurit tonë i Smitit dhe Brambuzhane. Që thënë tjetër pos faleminderit autorëve, faleminderit juve. Tokë e bardhë. Kjo tokë e bardhë tokë e bardhë. Me vija të kuqe gjak, sa gurë mba në gji. Te ti gjergji pushoj trupi dhe kokën pushoj gjergji, bardhë të nga shtrati, fjale mbeti shpatë. Mboroje plombë mbi shpatula, histori që rrjedh damareve. Tokë e bardhë. Duan të më shkulli nga vetja e nga fryma jote, se nuk ngjajnë dhe tjerët. Dua ka dremë tu të ecë, por rrugën e kam e zgara. Dua të prek general, po ka koka jote është e qielli, të lartësitë e paprekshme, mbeta rob i gjakut tënd. Tokë e bardhë. Lash prendit e ka ti u ktheva, Dodonën, Afroditën, Dejan, ti pikturoj, bashkët për ulimi para Zeusit. Tokë e bardhë, për sultanin beti zjarë, si brasi e velit nusës, ty të ka hije veç vija kuqe, të ka hije, të shikosh plagët e varët, kokat dhe tokat. Tokë e bardhë me vija të kuqe gjak, shpata gjergjit është imja. Faleminderit shumë. Unë du vetëm një evokim kujtimi nga solemnitetet fshatare. Në mramje deri në ora 10, përgatitëm dramën me Osmanin dhe po na thot, a keni ku më shku me flet? Thash po, e kam një nin, ai është me banesë private. Kur shku aty nuk ishte qenë, hynëm për dritare, edhe i këshin pa vjeshta ka qenë, pa ftoftë, koftori aty, i morëm të paketa, i ndezëm të nesëm, edhe shoku i tina, tha pse mi kini djekë paketat, thash mund se. Edhe ishëm të jorë në qytet, unë dalim një qevaktore, kur në ta ka orë një policë, tha ju keni bo vepër penale, pse vepër keni djekë paketet. Edhe morën borë deri në ora 1. Në ora 1 fillon të drama. Edhe nga të reshet ka të tjerë, nga dritarja për shoh një shoqet të grupit, ku i thëmë shkothu i dritorit se ju në burg, ose një gjyqtar ka qenë aty, edhe erdhen në kanë zerë. Por erdhen në ora 1 këtu, unë e kisha rolin e policit, edhe marrë pendrekin të mshoj Tahirit, 2 herë kështu pak për i natë Tahirit, o po dalë, pasha zote myte se po dhemë shumë. Kështu ka qenë një evokim, e përshëndes Zarifën, përshëndes gjithë ata që kanë kontribu, në veçanti i përshëndes shokët e mi, kolegët e mi për këtë margaretar të kulturës. Faleminderit. Rada është për pak muzikë në vazhdim e ftoj rapsodin Lebani me këngën për Adem dhe Hamza Shari.
pas rastin edhe me Osman Krasniqin, edhe me këta burra që janë të motra, që ti përjetojmë, po ma shumë nga Osman Koshën. E përshëndes Andrej. Ju uroj që të mirat, klesi është që keni po punë të mëdha. Gjimojnë bolet e Drenicës, kush po donë me shkelton. A harruta zem Galicën, që barot këngron me dham. A harruta zem Galicën, që barot këngron me dham. Në përbote kjo Drenica, ka një djemë që si trem zjarri, nuk e shkelke të këti shkjo, të thonë mu Adem Jashari. Nuk e shkelke të këti shkjo, të thonë mu Adem Jashari. Kush kalen këdhe, prej sodit rënë pot, flasin hev kërkon me vdojnë zot. Ti roki marrë me të vlazen, treta Adem Jashari. Koha nuk pret ma marjo, kush koqa shqiptari. Hamza Ademi ku vendojnë, bjeshket se s'kanë di. Prej fole shqipet përgjojnë, qka po bënë vaki. Prej fole shqipet përgjojnë, qka po bënë vaki. Ka njës pushket e kërsasin, bolla Ademi Jashari. Nuk e shkelke të këti shkja, të i thonë mu janë zëmë shqiptari. Nuk e shkelke të këtë shkja, të i thonë mu Adem Jashari. Kush kalen këdhe, prej sodit rënë kot, trajet kush i flasin hej, kërkojnë me vdojnë zot. Ti roki marrë me të vlazen, treta Adem Jashari. Koha nuk pret ma marjo, kush koqa shqiptari. Faleminderit. Të ndëruar pranishëm, libri që po promovojmë sot është një dhuratë për qytetin tonë, për ata që ishin, për ata që janë e për ata që do të vinë. Është një kujtesë e bukur se arti dhe kultura janë ura që na lidhin me njëri tjetrin dhe me historinë tonë të pasur. Faleminderit autorëve Ismet Krasniqi dhe Pran Buzhala për këtë kontribut të çmuar dhe për përkushtimin e dokumentimin e trashëgimisë që na përket të gjithëve. Ky libër është një kujtesë kolektive dhe një frymëzim për brezat që vinë. Faleminderit gjithë atyre që e morën fjalën sot, që ndanë me një kujtime, vlerësime dhe mendime rreth këtij rrugtimi 50 vjeçar të shtëpisë së kulturës Jehona e Tugaxhinit. Faleminderit shumë për prezencën tuaj, miru takofshim në promovime të tjera, paqe, shëndet dhe gjithë të mirë. Ju ftoj për fund për një fotografi të përbashkët. Faleminderit.